Minutë filloj emisionin. Në formën e nderit. Ma janë si kishën një. Si pullum. E kam seriozisht. Po, më mirë kam një. E qarë perle, te ajo e fundi që të pash një video të fundit tënde duke rëmë baterizë, ishe te kjo Julieta në blog. Juliet, po. Po më duke se ke qënë me këta quna, ke qënë ti me këta Franken. everything, everything. S'kan qenë, ja. Si e kanë ata? Frankenstein band. A, ti luan vetëm me një band. S'kan lukluj ma buri isha i natë aty rastësisht. Po pra dhe i bie baterizë. Dhe tha e quni, Gysi top qenë. Ja kam nis led, jo, ta shohim pastaj ku fillojmë emisionin. Per. Po ke dhe një tjetër. Atë që ta qove nga shtëpia. Ja një sekondë se do merr Meksin telefon, prit pak. Meks, valla se filloi emisionin për pak sekonda. Je live. Vërtet? Po. Ua, qa perle. Sa bukur, e më lemëron. Dhe unë që bëjë sikur s'digje që jam live. Qa perle, Dhe Meksi. thonë pasaj që s'ndërhyn. Ua, Meksi. O, me mbyllu kë. Le t'jo që kemi live, thot Meksi. Qa perle. Je live. Jemi gati për fillu. E, po nisim emision atëre, le t'jo, nisim. E, shiko. Po shëndetje doktor, jeni live në këto momente që po flasim, sonte është e mërkur data 10 dhjetor 2025. Ky emision që vëzon e lirë është sezoni 23 dhe është episodi 1018 sonte. Si çdo të martë të bukur në orën 10 darkës, për një pjesë e parë. Dhe të prende në orën 9 darkës, jemi për qefin tonë për të hedhur dritë, dekriptuar dhe ndezur projektorën dhe aktualitetin politik të javës në Shqipëri, por jo vetëm. Me ne sonte në studio, është kjo faqja këtu, ku ju mund të shikoni emisionin për qetin tuaj bërë një subscribe. Dhe ju shfaqet në ekran tani nga ledhjo një kuti e vogël, quhet QR code. Ati janë pyetjet tuaja. Mund ta skanoni, mund të bëni një login dhe dërgoni pyetjet për të ftuarit e një gjatë emisionit. Mos bëni komente, nuk ja u lexoj se përtoj. Bëni vetëm pyetje, dakor? Me ne sot në studio Ylli Manjani, me mbrëma Manjan. Me mbrëma. Avokat i njohur, ish ministri i drejtësisë dhe pjesë tashmë prej vitesh e debatit publik. Marsit Gupi, me mbrëma, pjesë e emisionit, Marsit, edhe ti avokat penalist, pedagog të Marin Barleti, ke mbaruar ligj dhe filozofi. Ylli, para se të futemi në aktualitetin për cilën të kam ftuar sot, bashkë me Marsitin, le të bëjmë një lidhje direkte, nëse mundemi, vetëm pak minuta ja ku është, me Adriatik Lapajn. E kisha dhe dje Adriatikun me celular në fakt, se s'patë mundësi, sot e kemi kështu në duplex, jemi lidhur direkt. Adriatik, më mbrëma. Përshëndetje Çani, përshëndetje gjithëve. Adriatik, përfitojmë nga këto pak minuta si hyrje thjesht për të na thënë me dy fjalë si është situata, sot është dita e dytë apo e tretë që ti je në bulevard, bashkë me miqtë. Aktualisht ta po plotësuan 48 orë dhe hynë në ditën e tretë. Bukur. Në mos gaboj nga sot pashi një njoftim në Facebook Adriatik ku ti thoshje nga ora 5 mbas dite, nga ora 17 ju pres në bulevard. Me sa kuptova, pra nuk do të jetë më një maraton 24 orë, po do të jetë nga ora 5 e darkës deri në Jo, do të jetë një maraton pa ndalim gjithmonë, por çdo ditë në orën 5 do të lëm një orar që qyteti del, pra që ta mundet, ata që duan të vinë, pra se jo të gjithë mund të rinë 24 orë. Sigurisht. E marrë vesh. Adriatik, pas ngjarjes që ndodhi dje me policinë që nuk ja ula ato çadrat e vogla, sot si ishte situata? Do të thënë, ishte qetësi, ditë e qetë sot, në raport në policinë po flas? Në terren që e qetë, në zyrat e shtetit jo, pasi sot më dekoruan duke më proceduar penalisht. Po pse? Sepse kisha shkaktuar një tmerr të vërtet në qytetin e Tiranës duke tentuar të staptoja gjithë rrugët e Tiranës me 2 çadra të vogla. Edhe të kanë bërë kallëzim penal?
Po, më kam bërë kallëzim penal, më kam proceduar penalisht, ato segmentet korruptuara të policisë së shtetit, jo kitë policia se unë e kam këtu, e din njerëzit se Qartë. unë jam djali ish politik, kështu që po, ato segmentet zezat policisë së shtetit që nuk guxojnë, të shkojnë e të bëjnë një kallëzim penal për atë drejtorin OSHE-s Tursit, janë fik dritat në sallën e operimit ati 14 vjeçarit dhe fëmia është marrë dhe sjellë në Tiranë dhe ka ndruar jetë se s'kish drita në sallën e operimit, që nuk guxojnë t'i bëjnë një kallëzim penal atyre që marrin tendera dhe udhëzojnë rrugët pa kaluar nga 30 ditë, që nuk guxojnë të bëjnë një kallëzim penal, siç e tha dhe prokuroria e posaçme për një zyrtar të këtij shteti, nuk ka qeveria e Republikës së Shqipërisë asnjë kallëzim penal për zyrtarët e vet të lartë. Këta gjejnë letra, gjejnë boj, gjejnë dhe kohë të më kallëzojnë mua penalisht se kam guximin të dalë të flas kundër regjimit tragjikomik të Edi Ramës. Kundër hajdutit Edi Rama. Dhe që ishte shkuar të kallëzimi, Adriatik, se ti e avokat, mund të ma thuash... Po pra, është shkruar që kam penguar qarkuimin e mjeteve në qytetin e Tiranës, ndërkohë që ne çadra tentuam të vinim trotuar. Nuk e di kur kanë filluar të ecin mjetën trotuaret e Tiranës, gjithsesi nuk e kam fare problem çani se nuk është e para nga qeveria e Edi Ramës, unë kam 2 dekoratat në pashme të tilla, se një kam dhe nga qeveria e Sali Berishës. Ky është kallëzimi 4, 3 parat i kam fituar unë. Jam i bindur që do dal faqe bardhë dhe te kjo. Më vjen keq vetëm për letrën që harxhohet se mund që harxhuar për kauza më të mira nga shteti shqiptar dhe janë para që ikin dëm këto procedurave të kota. Adriatik, të lutem, e di që mbase nuk është momenti dhe mund të tingëlloj cinike, po jo midis nesh se ne bashkë njihemi prej kohësh, por gjithsesi unë do të them se ti e di që unë jam njëri që kur më vijnë gjërat i them drejt të ajet dhe pastaj ndoshta bëhem dhe pishman, nga ndonjëherë, sidomos kur ja them njerëzve që jo, ai do thoshë është kjo Adriatik që sigur nuk po ngjit vlla. Do të thon, a e shef që nuk po ngjit, pra po, do të thon normalisht ti prisë të vinin më shumë njerëz apo jo? Realisht. Jo, është kështu, unë kam dali vetëm. E di që të ditën e parë, natën e parë janë bashkuar 9 të rinj të tjerë, me të cilët vazhdoj të qëndroj 24 orë, ndërkohë mbrëm janë bashkuar dhe 12 të tjerë. Aktualisht jemi rreth 30 të rinj që jemi këtu, në kuptimin që rrim gjatë gjithë kohës. Qartë. Nuk është e pak që 30 të rinj të lënë punën të auet dhe të lënë 2 dhe në 3 gradë në palë të dimrit në trotuar për bau kryeministrisë të Tiranë, nuk ka ndodhur ndonjëherë. Jo, sakrificë Jesh i bindur ti që jemi shumë të vendosur dhe jesh i bindur që do shohësh një rrugëtim që jo që nuk është parë në Shqipëri më parë për formën e protestës, po qëndrueshmëria, rezistenca dhe kozgjatja e saj do të surprizoj ty të pari dhe ti vetë rrugës do më thuash që nuk e besoja që e bëre këtë gjë. Jo, unë uroj të jetë kështu si thua ti, domethënë unë nuk thash gjë, thash deri në këtë momente mendoja që njerëzit edhe çik për kështu për një lloj empatie, si ta them. Empatie kauze, po. Po e kauzës, pra njerëz që rinë atje të ftohtë, siç e tha dhe Adriatiku, mendoja do kishte më shumë. Pra, kjo shtregon, Ylli si e lexon ti këtë manjan, me 2 fjalë, se nuk duam të lodhim tikun shumë sepse unë jam i bindur që kërkojnë dhe media të tjera tani në këtë moment dhe falenderojmë që erdhi tani në orën 10. Se kam idenë tani po e dëgjoj për herë të parë. Po pse? Kërkoj ndjes, nuk marr pjesë të arsyet. Nuk i ndjek fare. Jo, tani po e di që tani po e marr vesh që Tiku ka dalë në ku është në kryeministri. Bulevardit është bllok kryeministri. Okej, nuk e di. Marsit? E shikoj si një maraton shumë të vështirë. Është maraton, thua ti. Po, Ortegu sa ka filluar të rrotullohet, koha do të tregoj edhe empatinë e njerëzve për këtë lloj sakrifice që e bëjnë disa të rinj që angazhohen politik dhe që janë kratikut, dhe çështja do të tregoj që ose ne kemi empati për kauza të caktuar, qoftë edhe për formën se si ndërtohen këto kauza, ose si ndërtohet akti politik, në kuptimin qoftë edhe të denoncimit, qoftë edhe të oponencës. Uroj që të jetë pozitive, sepse u mendoj çdo lloj oponence ndaj sistemit politik, ndaj elitës politike e cila ka shumë vite, domethënë nuk është një elitë 4 vjeçare, 8 vjeçare, pothuajse një elitë 30 vjeçare, është fenomen pozitiv. Problemi është që deri në këto momente empatia është minimaliste. Është minimaliste, pra problemi Atiku. Adriatik. Do të kemi një gjë parasysh se po e ngatroni. Nuk kam dalë për empati unë këtu. Nuk kam dalë unë që ti tregoj dikujt që mbusheshin.
Nuk është kështu. Jo, Da pas... kam dalë pa logo. Nuk thashun që është ishte Jo, ne qëllimi nga perspektiva e njerëzve që Nga perspektiva e njerëzve, jo po, nga jo nga perspektiva perspektiva Po e jote. shpjegoj prap. Po e shpjegoj. Nëse e trajtojmë kështu, i bie që njerëzit të dalin për mua dhe jo kundër Edi Ramës. Njerëzit secili duhet të dalë për veten e vet. Dakord jam. Ata banorët e Thetit që u shkatruar prona nga ky në mënyrë banditeske duhet të dalin për veten e vet, jo për mua. Jam dakord me Ata ty. Po e tham pra oponencë ndaj sistemit. Po. Të lutem. Ata fermerët që u përmbytën aty dhe ky nuk e shpau gjendjen e fatkeqësisë natyrore që të mos u paguaj dëmshpërblimet, duhet dalin për vete jo për mua. Ata banorët e Tiranës, të cilëve u prishi shtesat që kishin bërë lokale, të cilat i kishin bërë me leje dhe kishin paguar, duhet dalin për vete dhe jo për mua. Ata që ecin rrugë te këtij vendi dhe u vidhen 53 milion euro me një mesazh apo 100 milion euro me një trëndëlapsit apo 400 milion euro nga incineratorët dhe duan që ky vend të ndryshojë, duhet dalin për vete, jo për mua. Nuk kam dalë unë të tregoj që i nxora. Edhe nëse dalin këtu, të lutem. Lapa, jemi dakord me këtë, nuk kemi asgjë. Unë jam totalisht dakord. Nuk kanë dalë për Adriatikun, kanë dalë për vete dhe nevojën që ky vend të ndryshojë. Jemi dakord. Ka nevojë vendi të ndryshojë, kaq. Jemi dakord me këtë, vëlla. Pyetja ime ti e di është e thjeshtë fare më. Në skenarin, po themi skenarin katastrofë, kur njerëzit nuk e kuptojnë, janë të pandijshëm ndaj këtyre, nuk ka rëndësi është tiku apo është jam unë. Pra nuk ka rëndësi subjekti, po, që i bën. Pyetja ime është e thjeshtë, Adriatik. Cila është dalja jote? Pra, dalja është shumë e thjeshtë. Ka dy dalje. Një dalje është që Tele Dirama nga zyra nëse qytetarët e Tiranës perden në bulevard dhe rezistojnë dhe nuk të riqen pa e rëzuar këtë, pa e detyruar të japë dorëheqjen, ta bëjmë këtë histori, ta detyrojmë të japë dorëheqjen, dhe në kjo nuk ndodh nga qytetarët, dalja është kur mua të më lën limitet biologjike, që do të thotë kur të mos kem më fuqi për të duruar të ftohtin në këtë shesh. Kaq. E qartë, e kuptova. Je shumë i qartë. Jam duke i kërkuar t'i provojnë do kujt që bëj gjërat jashtëzakonshme. Thjesht, po përpiqem të bëj detyrën qytetare dhe unë mendoj që qytetarët e këtij qyteti nuk ka nevojë të ankohen, të heshtin apo të ikin nga ky vend. Ka nevojë të mblidhen, të dalin masivisht dhe për herë të parë në historinë e tranzicionit shqiptar në mënyrë demokratike të mos ikin më nga sheshi, pa e detyruar këtë hajdut të largohet nga zyra. Jam i qartë. Dhe sot për ta mbyllur bisedën Adriatik për sonte, se unë do të kem vazhdimisht tani, se shohim se si do vazhdojë këtë punë. Faleminderit. Për ta mbyllur vurare më duket kush ishte, ose Arlind Qori ose Redi Muçi, deputeti Arlindi, që bëri deklaratë. Që doli dhe tha që ndoshta tha, la të kuptojë që por ç'është kjo histori domos, ndoshta Adriatiku tha po ashtu, po mundohet të mori shembullin e Mao Zedongit që ka në përpiqet që të provoj veten, të provoj se sa fuqi ka, pra, të provoj aftësitë e veta fizike, tha, për ta bërë këtë gjë. Si përgjigjesh, Adriatik? Përgjigjja ime është shumë e thjeshtë. Më ka parë ndonjëherë mua që të mbaj nëpër gojë apo të merrem me të tjerët. Jo, kjo është vërtet. Këta që janë të rinj. Bëjnë mirë që të punojnë e të tregojnë më të mirën e tyre për qytetarët që shohin. Unë nuk merrem me asnjë, as i komentoj, as i përgojoj. Adriatik, që nga koha e Skënderbeut, edhe në kohën e Skënderbeut, shqiptarët me njëri tjetrin kishin, pra luftonin me njëri tjetrin, dhe në kohën e Skënderbeut, fiset e ndryshme, familje. Problemin e marrëveshjeve dhe... E marrëveshjeve, po. Që nuk i bën. Tani, ti sot je në bulevard dhe fillove i pari të protest. Tek pull, tani po të vinë njerëz atje. Besimja Adriatikut. Arlind Qori me të vetët është në Kamës, më duket, apo jo? Po. Ka vajtë në Kamës. Ndërsa Agron Sheaj kishte bërë thirrje... Sulmon Karavanet. Sulmon Karavanet, jo. Agron Sheaj... Agron Sheaj, po pra. Agron Sheaj tha që duhet të bledim një tryezë urgjente. Po. Pra... Me gjithë... Adriatik, pyetja ime është... Pra, po pyetja ime është, lëvizja jote ka filluar të... Së thuash të ndezë. Të ndezi dhe një lloj, po themi, xhelozie në thonjza, rivaliteti, tani kush të kapi më shumë treg? A e shef dhe ti kështu apo jo? Ati ku je, se celularin e ke, besoj, shef to. Unë e shoh se një moment që duhet të gjithë të bashkohesh në këtë shesh, pavarësisht logos, se ne nuk kemi vënë logo, këtu ndaj nuk kemi vënë. Po pra. Dhe secilit mbaj një pozicion të sheshit dhe gjithë qytetit të zbres pavarësisht logove. Nuk duhet të ndjekim egot personale, duhet të ndjekim nevojën që ka vendi për të larguar këtë sistem korruptiv që Edi Rama ka ngritur në Shqipëri. Ju përshëndes Ika se jam shumë vonë. Ike? Mi do dëgjohemi, Adriatik, do dëgjohemi të premten. Po. Jo, një sekond. Ika se jam vonë, po. Para se ti ikësh dhe një gjë të fundit fare.
Edhe një të fundi Adriatik. Në qoftë se do jesh atje dhe unë shpresoj të jesh mirë me shëndet dhe të jesh atje deri të hënën që vjen. Të hënën vjen Berisha atje me të vetët. Se kanë atë protestën e çdo e të hënët, si do bëhet? Kanë foltorën ata në bulevard. Si do bëhet? Do jesh atje apo do ja u lësh bulevardin atyre? Këtu do jam unë, po bulevardi s'është timi, ma ata kanë pjesën e vet, bëjnë qytetarin e vet, s'pa problem fare. Pra ti do jesh atje, nuk do ikësh atje. Po këtu më nuk lëviz unë, jesh i bindur ti, do rri gjatë. Hajde pra sukses edhe ruaj veten. Vetëm që se ikën Rama. Ciao. E detyron edhe tikun tiki dhe ata mos mblidhen. Ti më njëm vurare që s'doje të futesh fare në këtë gjë. Ke ndonjë gjë me tikun më duket. Jo, nuk e dija fare që... Jo, më lehna se aktori ma. Sinqerisht nuk e dija fare. Po edhe mos me ditë me dashti të dalin e për kështu. Jo, nuk më ka dalë, Kur bën scrollim të dalin më burr tani. Nuk më ka dalë më burr, se kam vuca filtra, kupton, në jetën time, edhe në celularin tim. Edhe mos thuaj që se ke tikun. Po sigurisht që se kam. Po pse se ke? Po pse duhet ta kem? Çam duhet? Po pra, më duket se ke bërë një sherti me tikun, më duket e Erla, po te debat në studio me Erla. Çka ke bërë pra më janë? Po kujtohu. Pse duhet bëj sherrun? S'kam as. Jo sherr, më ke pas debat të egër atje ti që s'jeni ndan mirë atje me njëri tjetrin. Jo, më jo s'ka lidhje. Po kujtohu më zotëri se mua më ka dalë tani kjo, unë ka pa unë sa them kot. Po tani çat kujtohem, të kujtohem për budalliqe, po budalliqe gjithë po ç'a lidhje ka? Po s'mund të ishe ti kaq indiferent, nuk je njëri kaq indiferent, ti je njëri që reagon për gjërat. Jo, reagon. Për gjëra që duhet më reagu më burr. Je reaktiv ti si personazh tani. Dakor, po kam filtra unë, nuk reagoj për çdo gjë. Po ti ishe gonshi edhe... Të dukem patllaka apo shkret? Jo, po ti ishe... Po ti ishe gonshi edhe ky, thuaje, ose Alindi. Do kishe të njëjtën reagim? Jo, më po të them se çfarë... Jo, më një të kuptojnë filtrat. I ke filtrat të këtyre. Unë kam heq filtrat këtyre njerëzve. Kujt këtyre, pra kujt? Pra, të tre këty personazhe. Ja ke heq të treve? Të treve, sepse që kur dolën një ditë atje te Ministria e Brendshme dhe urrahen me grushta njëri me tjetrin, ta kanë krypun. Këta protestojnë kundër njëri tjetrit. Ta Ramës i hanë atë që s'thuhet. Pse e hoqe e titullin olet jo se s'ke mbaruar akome te fabuletikut. Ha edhe? Po ja kaq mo. A ti thua që nga i moment? Këta janë në protest kundër njëri tjetrit. Dgjoj, është mos i bjerë kaq shkurt o burr. Po kështu është, po e kanë rënë ato ja unë. Tjetri ka marrë 70.000 vota në zgjedhje tani. Po, nuk bëri dot as vetëm deputet. Po mos e thër sistemi i tillë, shive ka. Po sistemi kështu ishte mo. Sistemi ishte dhe paragon Shehajin kështu, që ishte më pak vota, mori 2. Si thuti? Kush më i mençur? Po ti thua ke hejtë Goni pra. Ore, po dhe Goni aty është, ore këta janë, shiko, këta janë Jakobinet e ri, pra se këta zihen njëri me tjetrin. Qëllimi këtyre është që dolja i po dal do nga inati. Këta janë si komshite, ke parasysh si ato gratë që janë komshi dhe po ç'të bëjnë sipas teje më Luciana treg më në politikë duhet. Se duhet ta mendojnë ç'a të bëjnë ata, më ç'a duan. Mo ti tani ai fal, analizon ti gjërat e aktualitetit në studio. Nuk futen fare në radarin tim, në radarin tim nuk fare. Fare zero. Nuk ekzistojnë. Po kujdes se mund të hyjnë një ditë, pastaj do të them mbylli. Kur bëhet për ty, do të ndrojnë filtrat, por për momentin nuk janë. Kaq është fare thjesht. Ç'është e filtras? Nëse më, unë i uroj suksese Adriatikut njerëzve, se fatikisht pavarësisht nga këto që tha Manjani, Manjani ka drejtë, është njëri i lirë dhe thotë çfarë doj, po është sakrificë e madhe që po bën ai. Që tani është sot, imagjino kur vetë ora 12 e natës, 2. Pra se mora vesh lajmi, kush lajmi, ç'a bën këtë? Del për të kuriozitetin tim. Kjo është ditë e tretë sot, që ka dalë bulevard tek pull, para 3 ditësh. Tani tha jam bledh jemi ja 30 veta tha që kanë ardhur. Jo si parti politike, si qytetar, kërkoj rrëzimin e drejtën e Tiranës. Është fa logo, po tani ka dy, kjo jeta publike, ka dy gjëra. Po prandaj të ftova ti bëje pyetje, po ti the jo. Jo, po më unë s'kam pyetje të pyetje të bëjon. Ja, po këto që më thua mua tani. Po më që më hapë këtë muhabet. Po të hapa, tani është kjo është për batut tani, kur del për të reagu, që të marrësh vëmendje, o duhet kesh logo, o duhet kesh loqe. Dy gjëra ka. Tani fakti që synë të... Ma janë të lutem me etikën. Do thoshte Erla. Po e thoshte Erla. Mendova që e hoqa filtrin e Erlës, pas... Të lutem ma janë. Lutem sot na erdhi një kështu një gjë nga ajo. Nga që? Jo, le ta them pastaj mbrapa. Po kjo është personale. Jo, po nuk ka lidhje. Të lutem ma janë. O le jo për na lëvizin ekranet. Për na ikën figura, po të lutem. Para se të plasim fabulun e ekran, bëm një gjiro urgjent le djote kjo SPO-ini, sepse është i vetëm karburant ku duhet fusi zorën në makinë. Jo është lloj zorre që ju der përpara në rrugët në makinë. Etikën nuk e zorë. Jo, zora është në rregull, s'ka as problem. Zora është tubi. Po edhe loqja. Jo është zorë. Një lloj zorre po ke drejt. Kujdes, jo është. Sigur la dia. Ka lidhje me kanarin ajo. Ka lidhje me kandarin ajo. Me kandarin. Po. Kujdes, jo është lloj tubi që u der përpara në makinë, se ne do të themi do pulsin makinë se jo prish makinën.
Nëse doni të hidhni naftë dhe benzinë të vërtet, do shkoni te SPO Ili, e keni gjithandej logo SPO Ili të shumë e bukur, shikoni, është e kuqe me të bardhë, është perl. Patjetër, se mashtruzit janë pa punë më të vëndme, janë në çdo nivel. Të karburantet po, është shmënduri të karburantet, sidomos të karburantet, është shmënduri. Kështu që shkojnë te SPO Ili, unë jam vetë dëshmitar dhe shumë miqtë e mi, kemi shpëtuar që ku ke filluar të hedhim naftë dhe benzinë te ky karburant. Falenderoj Saidin, të partner jashtëzakonshëm që më ndjek prej kohësh tashmë, nuk u di sa kohë bën, dhe që i bëjmë dhe që bashkëpunojmë njëri tjetrin në të mirën e publikut. SPO Il, the few of champions. Bravo Said. Rikthehemi në studio me Manjanin, zonë e zotëri.